ndonse në një mod të keq me shi dhe stuj, mira tifos kanë mbushur stadiumin Vojekushi dhe presin me padurim që skuadra e zemrës të justifikojë më së miri shpresat e tyre. Dhëndësve u duhet sulmoj me ngulm për shkurtuar distancën e thellë të humbjes në Tiranë. Lojtarët e Partizanit që tani janë fare afër kupës, jo vetëm që përballojnë sulmin shkodran, por edhe shpërthejnë në aksione mjaft rrezikshme. Loja zhvillohet e shpejt, e rrjedhshme, me sulme e kundër sulme. Situatë e rrezikshme për ushtarakët. Kërcim akrobatik i Berishës, porta e Partizanit shpëton nga një gol i sigurt. Rreziku megjithatë nuk është larguar. Shuton Ismet Hoxha, gol, 1-0 për Vllaznin. Me këtë rezultat dhe përsi sulmesh të Vllaznis, mbarojnë 45 minutat e para. Edhe pjesë e dytë e ndeshjes u zhvillua me një ritëm të shpejtë, me shpërthime të dendura herë nga njëra herë nga tjetra palë, me shpirt luftarak, lojë burrore por korrekte. Me gjithë përpjekjet e dyja palëve, rezultati i ndeshjes nuk ndryshoi. Duke qenë avantazh të 3 golave, skuadra e Partizanit shpallet fituese e kupës. Shoku Aziz Tahiri, sekretari i Federatës Shqiptare e Futbollit, uron sportistët ushtarak për fitoren e arritur. Ja edhe kupa, e ndërrua në fillim 16 finalistët, pastaj 8, 4, 2 dhe më në fund e meritoi skuadra që u paraqit më e përgatitur, ajo e Partizanit. Suksese ushtarakëve dhe trajnerit saj, mjeshtit të merituar të sportit Loro Boriçit.